me shprej vetën. Edhe nga isha normal muzikë shumë, prej hip-hopit, prej pop, R&B, metal, rock, edhe veç kum vendos me lëshu muzikë. Kur ka qenë hera e parë që ti ke lujtë muzikë? Se për më thonë kemi vazhdimisht pamje të tua duke lujtë muzikë. Kur ka qenë e parë? Hera e parë ka qenë vitin 2015, ta shpibjan gati që 11 vite, këto në Prishtinë, në SHK, Shoqëria Kulturore Artistike, tash ai vend nuk është që ekziston më, po atëherë ka qenë kështu vend ma in. Aty kum shu për herë të parë me shokun tem. Unë kum pas pjesën tem, aja ka pas pjesën e vetë. Qa ke lujtë që arseti, a kujton? Po, e kujtoj edhe shumë mirë. Ku ma të gjithat mix, hip-hop, të roku, tash ku jenë dalë ma tepër? Po, tash edhe që atëhere ma shumë kum dëgju muzikë hip-hop, edhe kum shu, do më thonë qatë natë, vesh hip-hop. Kum vazhdu disa vite vesh me hip-hop. Kështu ndodhe, dhe më thëmë prej Prishtinës edhe në vendet e tjera të botës. Ky depërtimi ytë për te i kufive vazhdoj me muzikën. Diçka që nuk e kishte mendu dikush. Sot, në cilat vende, deri më tani që flasim, ku ke qenë me lujtë muzikë? Pas Kosovës, normal edhe në Shqipëri, në Tiranë, Vërmi, në rajon vetëm Shqipëri, nuk është që më karot në ndonjë vend tjetër. Tani prej Kosovës Shqipëris, direkt në Azi. Ka përcim se ju ma hi. Shumë ka përcim i madh. Që aty ku kum jetu, se një ku kum jetu atje, në ishullin Okinawa, të Japonis, aty kum shu për herë të parë, kështu që është ta më kështu në Japoni. Tani e kum pas një set live në Tokyo, dhe një radio bar. Prej aty, tani edhe në Taipei, Taiwanit. Kum pas me shku edhe në Seul të Kores, po tani nuk është që ku mujtë mu koordinu, e thash hajt e lo kur do që mbot mundësia. Përvojat veçanta se cila prej tëne. Sidomos kjo e Japonis, ti për pas me lëshu muzikë e përjetove edhe një sfid, unë po e quaj sfid, se me të ndrejtën me shku vetë prej Kosovës dhe në Japoni, ashtu si që ke dashti me bo këtë ultimin solo, po theme, unë se dhja të da kësha marrë guximin, qka të shtiu ty? Po, tash, gjithmonë këm pas dëshirë me shku atje, se më ka pëlqy kultura, më ka pëlqy gjuha, muzika sidomos, edhe këtu në Prishtinë këm viju një kurs, gjuhës japoneze, edhe aty këm njoftu një shoqe, tash është një ndër shoqet më të mira të mijat, edhe ajo më fakt marri se one, edhe tha, une jam të dashtë më shku një Japoni, edhe tha, hajde edhe ti, të isha po, dyqysh, une s'po di qysh mja bo, edhe më për me ardhë, tha, po hajde, tha se une po shkoj një herë, tani kur të kthejna të regoj krejt qysh është puna, se kështu me të regu drejtën të qysh Japonia ka gja largë, edhe nuk është që e ku mendu në fakt si opcion ose si mundësi për me mujtë me shku atje, se edhe thë isha nashta është edhe shumë shtrejt, edhe ku e di une qysh mundet me qenë. Nuk unë pas informacion, tash unë pak vendin e kum njoftë, për thë isha edhin, ndrysh është kur e din që dikush që nje ka qenë atje. Edhe aja shoqja mu këthy, edhe më ka të regu pak, tani vendosa unë me shku, pa ta shku në vitin 2023, shtator, tetor, edhe vendosa, se të isha me shku në atë kontinent, do të pak me nejt pak ma shumë, jo vesh 2 javë. Isha ta më një muj e bëj kështu një solo trip, edhe kum nejt kështu ma shumë Tokyo, tani prej Tokyo kum vizitu edhe disa qytete tjera të Japonis. Qa ishte ma veçanta brenda gjithë këti muaj? Brenda gjithë këti muaj, ma e veçanta. Po, vesh që kum njoftu shumë persona të mirë, kështu njerës që tash edhe ende mboj kontakt me ta, jo vetëm japones, po edhe të huj, kështu të Europës, kum koleksionu shumë pllaka vinil, se ato kam edhe pasion, edhe rastisht kam qenë në Osaka, edhe aty e kam po një ndër artistat që më pëlqenë mas shumë ti, ku ju më konë koncert ti, edhe që ajo ka qenë diçka kështu ondër,
edhe që këto e mojnë men kështu. A ishte atë shtrajnë sa e mendojë në fillim, sa i kishe pikë pyetje? Jo, në fakt nuk ishte atë shtrejt, se valuta e japonezve jeni është tash për momentin shumë ma adopt se sa euro, e tani nëse ke kthy euro në jen, i bike shumë ma shumë me posna pare se sa ata, kështu që mund është mja dollë kështu me shku, nuk është që është qashtu shtrejt. Veç në ashta bileta disa që shkon atje, për ndryshe tani tjera cene besoj që janë edhe ma lirë se këto të natë për momentin. Kemi lexojmë për ditë, po edhe shohim nga njëherë video të hapave të mdhenjë që janë nga aspekti teknologjisë atje. Të habitin ndonjë gjë që, si me thane, kishte edhe vështirë me u gjitë në fillim derisa? Me tregu drejtën jo, se unë pak edhe di pak japonisht, po edhe kudo që shkojsha, jëm orientu me Google Maps. Edhe nuk është që ke post për shembull problem me shku të një vend. Me thënë, e ke mësuti mirë gjuhën, a? Po komunikon lirshëm? Po, qash lirshëm jo, se tash edhe nuk prej që mardh këtu nuk është që po mbjen mu me full me dikon, edhe tani me tregu drejtën e harrën edhe pak gjuhën kurse përsërit, po tash kështu me dëgju dikon e kuptoj, po mdohet tash pak me ripërsërit edhe mu marë pak ma shumë me të që me mujt me kthy pak. Planifikon me u rikthy prap? Po besoj që po, nëse gjithë shka shkon mirë kështu me jetë, besoj që si vjetë ka me shku pak atje, edhe me vizitu pak shoqërinë, edhe ndoshta edhe me lujt muzikë. Me lujt muzikë, pra këto pjesën e muzikës gjithmonë me vete. Ku i ke ambicje të tjera, cilat shtete tjera, dhe cilin e ke vendin kështu më për qefi që kishe dash me të realizu si dëshirë për me lujt muzikë në te? Si dëshirë, tash ndërqevet ma të mdoja veç se mu ka realizu për Tokyo, po kësha pas qef edhe New York. Edhe pse New York unë kështu Amerikën si vend e kum pas në mende një kohë shumë gjatë, po nuk është që edhe në kum thonë hajtë se po shkoj ose diqka, edhe në gjithë mune kum lonë si anash. Ku shkon vetë edhe shkon një muj. Po, shkoj vetë një muj ose dy, po. Po edhe atje kom shoqëri, kështu që se nuk e kom problem. Gjina, edhe po, kësha pas qef, nëse më bëhet, New York. Nëse shkon, keme na lajmru edhe pojmë në lidhje direkte atë diçka, kemi shumë dëshirë me pas e qysh për shkon. Leta, falenderit shumë që verë dhe sot, të knacimet njoft pak në për disa prej periudave të jetës. Falenderit shumë për ftesën. Kam ko për këngën? Kemi ko, okej. E mbyllim me Armin, falenderit për vëmendjen të gjithve, takohemi nesër natën. Nuk dua të mallkoj e as të shaj, por ti e meriton dhe unë prandaj si mu